të gjithë kërkuan në fillimin e 23-shit apo në pranverën e 23-shit të realizonin një projekt me këtë dokument, projekt i cili do financohej nga unë personalisht kam respektuar afatin e ministrit, ai rikonfirmoi atë afat e përrëdhoi projekti nuk u fut në kanalet e financimeve të tjera. Po, ky është bërë në mënyrë vullnetare, po thua, ky projekt? Dhe dua të them që ky projekt është bërë pa para, pa shpenzime. Unë personalisht dhe të tjerët që kanë marrë pjesë, për aq sa ata kanë marrë pjesë, kanë punuar pro bono, pa para. Unë e kam ndjerë si detyrim edhe profesional për të bërë këtë... Për të bërë një dokument i cili i duhet të sistemi... Pra, ky projekt në këtë formë si që është përfunduar para 2 vjetësh. Dhe ka qenë, ka qenë detyra e ministrit asaj kohe për ta rihedhur pastaj për diskutim, apo... Detyra e ministrit asaj kohe ishte ta merrte në tetorin, në fundin e tetorit të 23-shit, ta merrte të paraqiste në qeveri me synimin, siç di unë, që të kalonte në procedurën e... Ne kemi nxituar e kemi paraqit një dokument ai që është bërë publik dhe ndërkohë kemi patur mandat të punojmë, të vazhdojmë punën në mënyrë për të bërë modifikime, për bërë korrigjime edhe në i gabimi, edhe mbasi ai u kalua. Dhe është mbajtur ai dokument, është përndar nga Komisioni i Ligjeve në mënyrë ekstra procedurale, në përgjyqtar, në për prokuror. Është shpërndar si në mënyrë ekstra procedurale. Domethënë, sepse procedura e konsultimit publik nuk është e filluar ende. Dhe të gjithë ishin interesuar që të kontribonin apo të komentonin apo nuk e di se çfarë. Kjo është faza e dytë. Apo të krijonin një projekt për financimin e këtij kodi, sepse është jashtëmend në këtë vend që një dokument ka që rëndësishëm të dalë jashtë projekte financiare. Dhe kjo është gjeneza, piknisja e çështjes së metodologjisë. Tani, unë personalisht përpara se ta dorëzoj kodin, u kam shpërndar gjyqtarëve e prokurorëve në gjithë vendin. Nga prokurorët nuk kam marrë asnjë input, asnjë koment. Prokurorët e vetëm që ka kontribuar janë edhe 4-5 që kanë qenë në grupet tona të punës. Kam marrë vetëm 3 sugjerime, 3 komente në atë periudhë flas nga gjyqtarët. Një gjyqtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, një gjyqtar i Gjykatës të Lartë dhe një gjyqtar i Apelit. Të tjerët nuk janë impenjuar. Tani në konsultimet publike që jemi duke zhvilluar, janë bërë një 7 mos gaboj të tilla. Përveç se dispozitave që lidhen 3-4 dispozita që lidhen me përgjegjësinë e gjyqtarëve, prokurorëve apo avokatëve, nuk është diskutuar asnjë çështje tjetër e rëndësishme, esenciale. As nga gjyqtarët, as nga prokurorët dhe as nga avokatët. Tryeza me avokatët, nëse nuk e dia shkruar, se kishte një tryezë tani afër të hënën, po nuk është shkruar në dijen intime, dhe me ministrinë, konsult me ministrinë. Dhe avokatët thonë masivisht, paktën dhe nga dhoma, që nuk kanë asnjë konsult para prage për kodin, pra para se dilte kodin publik. Kanë qenë kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë. Të dali kryetari i dhomës ta mbroj ose ta kundërshtoj, po është çështje. Unë kam di që zoti Kaçupi, që është dhe pjesë e avokatisë. Po jo, nuk e konsideroj zoti Kaçupi si ka marrë pjesë në konsultime. Nuk e konsideroj të tillë. Dhe një gjë për pjesën e zbatimit, nëse mund të vazhdojmë, se mund të gjejmë probleme pafund, se çështja se unë e thash në fillim që një gjë shumë të shkurtër e kam, te zbatimi i kodit penal dhe te mënyra ç'a ndodh, se kodi penal pavarësisht me defekte, ky kodi aktual që kemi, ka pasur edhe ai disa gjëra të cilat ishin deri diku pozitive, për shembull mos e marrim dënimet alternative që janë parashikuar edhe në kodin e ri. Gjyqtarët sot kanë frikë të përdorin dënime alternative, edhe pse janë të parashikuar në kodi penal. Dhe unë jam dakord dhe e mbështes fuqimisht shtimin e dënimeve alternative, se është pozitive për shoqërinë që të ketë dënime alternative dhe mos shkojmë ke burgu apo te paraburgimi, sepse janë masa të fundit më të forta
që zbatojnë. Po sot gjyqtarët dhe prokurorët kanë krejtësisht mentalitetin mendoj të vitit 1994 kur vjef puna për të vendosur ose për të zbatuar këtë lloj pjesë. Mbase duhesh edhe një lloj qasje me këto grupe për të marrë një, nuk e di, për ndryshuar ndonjë politikë penale, për të afruar, për t'ia dhënë më tepër komoditetin. Jetën nuk e bëjnë gjyqtarët dhe prokurorët. Po ata që vendosin janë fundit. Nuk ka vend në botë se i keni mbivlerësuar ata. Nuk ka vend në botë që bën ligjin gjyqtarë e prokurorët. Në asnjë vend të botës. Po nëse të heq lirinë është një vendim shumë i rëndësishëm i cili të krijon pasoja shumë të mëdha. Po të shti lesë pasojnë e tyre ata të forcohen, në qofë se kanë frikë, të lënë detyrën e gjyqtarit, e të shkojtë bën një detyrë tjetër që bëhet edhe pa frikë ose me frikë. Dhe të ndrojnë profesion. Ose kjo është defekt i sistemit shumë i thellë. Sepse janë vetë në nështruar, po kjo është çështje, edhe kjo çështje e nivelit të sistemit tonë ka reflektuar këtu. Ne kemi një sistem me probleme themelore të integritetit. Ku bën pjesë dhe e që the. Po flisni për sistemin e Ku bën pjesë dhe e që the. Por po thoja këtë parimore, se ajo pasaj është e ditës. Po thëmë parimore që nuk ka vend në botë që ligjin e bën gjyqtari e prokurori. Gjyqtari e prokurori zbaton ligjin, interpreton ligjin, kur ja afrojnë dokumentin bën komente, por nuk ka detyrim kërkush, ka një procedurë ligjore se si ligji zhvillohet. Ligji bëhet nga Ministri i Drejtësisë, nga qeveria, çohet për konsultim, kalon në parlament, ka që thjesht është situata. Imponimi për të bërë ligj është të futesh në pushtetin e tjetrit. Futesh në pushtetin e tjetrit. Megjithatë, jo, çfarë ligji po bëjnë, ky është diskutimi, nuk kanë drejt fare. Asnjë gram të drejt nuk kanë. Se janë zbatuesit e ligjit. Megjithatë, për efektet e etikës, për efekte edhe të një mundësie që mund të marrim në opinion, pavarësisht skepticizmit tim që mund të marr, u jam drejtuar të gjithëve me dokumentin dhe rezultati është ai që thash. Vetëm 3 janë ofruar, përveç sa atyre që kanë marrë në Komision e Ligjeve. Por e kanë marrë me idenë për të bërë një projekt të tyre. Nuk e di Komision e Ligjeve pse u ka dhënë. Këtë thatë pak më parë, prandaj. Këtë thatë pak më parë. Në idenë e një projekti që financohet. Po pikërisht se këtu është problemi, sepse nuk e di sa në korrent jeni ju me çfarë ndodh në metodologjinë e zhvillimit të licitacionit të vend, po nuk ka ligj të rëndësishëm në Shqipëri, e para që nuk bëhet pa një financim, dhe dyta pa patur shqiptarët minorancë. Pa patur shqiptarët minorancë. Po, në minorancë. Që duhet jenë ndërkombëtarët ata që... Po nuk e di çfarë mund të jenë tjerë, ndërkombëtarë. Po ndërkombëtarë vetëm se, derisa si janë shqiptarë. Por, domethënë, kjo lloj fryme që i ngjan një makutorie, domethënë, unë s'mund ta pranoj atë. Pra po thuaj që meskiniteti shkon në goditjen e ligjit, sepse ky ligj është një ligj i bërë pro bono dhe jo një ligj i bërë me financim. Ky vend ka kapacitete intelektuale profesionistësh për të bërë dokument jashtëzakonisht mirë. Dhe ky dokument është vlerësuar pikërisht për këtë gjë, që ka përfshirë doktrinë moderne dhe përbën një bazë shumë të mirë për një të ardhme shumë pozitive në lëndën penale.